Zbulohet madhësia e gjigantit detar pas zbulimit të fosileve. Zbulimi rastësisht i ekzemplarëve të mëdhenj fosile në një sirtar muzeu ka bërë që studiuesit të arrijnë në përfundimin se ekzistonte një zvarranik gjigant detar i quajtur pliosaur që notonte detet 152 milion vjet më parë sipas një studimi të fundit, raporton CNN. Gjetjet nga periudha e Jurasikut të vonë, megjithse fragmentare, sugjerojnë se pliosauri ishte rreth 2 fishi i madhësisë së një balene vrasëse dhe çojnë autorin kryesor të studimit, David Martil, më afër shpengimit. Kjo është për shkak të asaj që shumë studiues i konsideruan të pasakta pretendimet që ai bëri për madhësinë e një pliosauri tjetër në serinë e dokumentarëve televiziv të BBC-s të vitit 1999, Walking with Dinosaurs. Një nga episodet tregoi një Liopleurodon 25 metra të gjatë, i cili ngjalli debate të nxehta pasi mendohej se ishte mbivlerësuar jashtëzakonisht dhe më shumë gjasa të kishte arritur vetëm një madhësi të rritur prej pak më shumë se 6 metra të gjatë, sipas një njoftimi për lajmet në lidhje me studimin aktual, botuar më 10 maj në revistën Proceedings of the Geologist Association. Artil, i cili ishte konsulent për episodin dhe aktualisht është profesor në shkollën e mjedisit, gjeografisë dhe gjeoshkemthave të Universitetit të Portsmouth në Mbretërinë e Bashkuar, tha se kishte marrë madhësinë tmerrësisht të gabuar. Unë i bazova llogaritjet e mia në disa materiale fragmentare që sugjeronin se një Liopleurodon mund të rritet në një gjatësi prej 25 metrash, por provat ishin të pakta dhe shkaktuan shumë polemika në atë kohë, tha ai në një deklaratë. Tani ne kemi disa prova që janë shumë më të besueshme pas një zbulimi të papritur të 4 ruazave të mëdha.